Përshëndetje, miq të nderuar, fillimisht dua t'ju uroj festën e ringjalljes së Krishtit, festën e Pashkës, urime të gjithë ju që besoni këtë gjë. Ringjallja e Krishtit është një gjë shumë e rëndësishme, siç na thot Bibla se nëse Krishti nuk është ringjallur, atëherë besimi ynë është i kotë dhe ne thjesht jemi duke humbur kohë duke besuar ungjillin nëse Krishti nuk është ringjallur, kështu që festojnë ringjalljen e Krishtit. Do të vazhdojmë sot me mësimin e radhës nga Ungjilli sipas Markut. Jemi tek Marku kapitulli 5, edhe sot do të shikojmë vargjet 25 deri 34. Vargjet 25 deri 34. Në mësimin e fundit që ne pam nga vargjet 25 deri 24, ne pam se një nga krerët e sinagogës vjen tek Jezusi, i bjen para këmbëve të tij, përullet para tij dhe i kërkojnë që ai të shkojë tek shtëpia e tij dhe ta shëron vajzën e tij të vetme 12 vjeçare që ishte në prag të vdekjes. Edhe Jezusi menjëherë e lë turmën që ishte përreth tij dhe që ai ishte duke mësuar, edhe menjëherë fillon të shkojë tek shtëpia e tij. Vargu 24 na thotë dhe ai shkoi me të, një turmë e madhe e ndeshte dhe shtyhej rreth tij. Do të Jezusi menjëherë shkon mbas këtij personi tek shtëpia e tij për ta shëruar vajzën e tij. Vargjet 25 deri 34 na tregojnë një mrekulli tjetër që ndodh përderisa Jezusi ishte duke shkuar tek shtëpia e këtij personi. Kështu që le të lexojmë këto vargje edhe pastaj do të shikojmë se çka ne mësojmë nga ky pasazh shumë i rëndësishëm. Marko 5 vargjet 25 deri 34 na thonë: Tani një grua që kishte një fluks gjaku që prej 12 vjetësh dhe kishte vuajtur shumë nga ana e mjekëve të ndryshëm, duke shpenzuar gjithë pasurinë e vet pa kurfar dobije, madje duke u bërë edhe më keq, kur dëgjoi të flite për Jezusin, u fut në turmë dhe pas shpinës preku rrobën e Jezusit, sepse thoshte: nëse vetëm ja prek rrobën e tij do të shërohem. Dhe menjëherë rrjedha e gjakut i ndal dhe ajo ndjeu në trupin e vet se u shërua nga ajo sëmundje. Por menjëherë Jezusi, duke e ndjerë në vete që një fuqi kishte dalë prej tij, u kthye midis turmës, tha: kush më preku rrobat? Dhe dishepujt e vet i thanë: a nuk po e sheh që turma po të shtyhet nga të gjitha anët dhe ti thua kush më preku? Por ai vështronte rreth e qark për të parë atë që e bëri këtë. Atëherë gruaja plot frikë, duke u dridhur, duke ditur se ç'kishte ndodhur, erdhi dhe i ra ndërkëmbë dhe i tha gjithë të vërtetën. Dhe ai tha: bij, besimi yt të shëroi, shko në paqe dhe je i shëruar nga sëmundja jote. Pra siç e shohim këtu kemi një grua që kishte vuajtur me një sëmundje, me fluks gjaku apo një derdhje gjaku për 12 vite. Ajo kishte bërë, siç na thot pasazhi, kishte bërë gjithçka për të munduar që të gjej shërim, kishte shkuar tek mjekët, kishte shpenzuar gjithë pasurinë e saj, edhe në vend që të shërohej, ajo vetëm ishte bërë edhe më keq, nuk kishte kurrfar rezultati gjithë ajo që ajo bëri duke u munduar që të gjej shërim. Dhe në momentin që ajo ndëgjon se Jezusi ishte afër, ajo menjëherë hyn në turmë dhe beson se sikur ajo vetëm të mund ta prekë rrobën e Jezusit, ajo do të gjej shërim. Ne duhet ta mbajmë mend nga dhjata e vjetër se një person në një gjendje të tillë, një person në një gjendje të kësaj gruaje, në ligjin e Mojsiut, ky person konsiderohej një person i papastër dhe si rezultat nuk ishte i lejuar kjo grua që të shoqërohej me njerëz të tjerë, nuk ishte i lejuar që të jetë në të njëjtën dhomë apo në të njëjtin vend ku persona të tjerë kishte, kështu që ishte një situatë shumë e vështirë. Shiqoni çka Levitiku 15 vargjet 25 deri 28 na thonë: në qoftë se një grua ka një fluks gjaku,
prej disa ditësh jashtë kohës së papastërtisë së zakoneve, ose fluksi vazhdon tej kohës së duhur, ajo do të jetë e papastër për gjithë ditët e fluksit të papastër, ashtu si është në ditët e papastërtisë së saj të zakoneve. Çdo shtrat mbi të cilin shtrihet gjatë ditëve të fluksit të saj do të jetë për të si shtrati i zakoneve të saj, dhe çdo gjë mbi të cilën ajo ulet do të ketë po atë papastërti të zakoneve të saj. Kushdo që prek këto gjëra do të jetë i papastër, do të lajë rrobat e tij dhe do të lahet në ujë, do të jetë i papastër deri në mbrëmje. Por pas pastrimit të saj nga fluksi, do të numëroj 7 ditë dhe pastaj do të jetë e pastër. Pra e shihni që kjo grua jo vetëm që vuante nga dhimbje, nga kjo sëmundje derdhje e gjakut, por për 12 vite kjo grua nuk ishte e lejuar që të shoqërohej apo të jetë afër njerëzve të tjerë, nuk ishte e lejuar që të ulej në vendet ku njerëz të tjerë ulen, sepse kudo që ule për shkak të kësaj sëmundje që kjo kishte derdhje gjaku, ai vend bëhet i papastër, kështu që mund ta kuptojmë që kjo grua ishte vërtet në një situatë dëshpëruese. Për ishte e lodhur, kjo grua ishte e lodhur nga sëmundja, ishte e lodhur nga izolimi, dhe kështu që sapo ndëgjon se Jezusi është afër, dhe kjo kishte dëgjuar, me siguri kishte dëgjuar se Jezusi po shëronte çdo sëmundje, çdo lloj sëmundje dhe po bënte mrekulli, kjo shkon drejt tek ai në mes të turmës dhe e prek rrobën e Jezusit, diçka që nuk ishte lejuar ta bënte përderisa ishte në këtë gjendje. Edhe arsyeja sepse ajo e bën këtë na tregohet tek vargu 28. Vargu 28 na thot sepse kjo grua thoshte, nëse vetëm ia prek rrobën e tij do të shërohem. Ky varg na tregon se ajo kishte besim të plotë se sikur ajo vetëm të arri afër ku të mund ta prekte rrobën e Jezusit, ajo do të shërohej. Edhe kjo është çka ajo bën. Kjo është saktësisht çka ajo bën dhe kjo është saktësisht se çka ajo ndodh. Mbas ajo e preku rrobën e Jezusit, vargu 29 thotë menjëherë rrjedha e gjakut ju ndal dhe ajo ndjeu në trupin e vet se u shërua nga ajo sëmundje. Në të njëjtin moment që ajo e prek Jezusin, në të njëjtin moment derdhja e gjakut, fluksi i gjakut ndalohet dhe ajo menjëherë shërohet. Shërimi për të cilën ajo kishte kërkuar për 12 vite dhe kishte shpenzuar gjithë pasurinë e saj për të gjetur shërim, mirë, po rezultati ishte i kundërt, ajo ishte bërë vetëm e keq. Ky shërim ndodh në momentin që ajo prek rrobën e Jezusit. Çfarë fuqie e mahnitshme është në Jezusin, çfarë mrekullie e mahnitshme ndodh këtu. Vargu 30 tash na thot, por menjëherë Jezusi duke ndjerë në vete që një fuqi kishte dalë prej tij, u kthye midis turmës dhe tha, kush më preku. Ky varg është shumë i rëndësishëm. Edhe është i rëndësishëm për shkak se këtu e shohim se Jezusi vetë në vete kishte fuqi për të bërë mrekulli. Nuk është që Jezusi ishte vetëm një njeri apo një mësues i mirë apo një profet që bënte mrekulli dhe ai e merrte fuqinë nga Perëndia për të bërë mrekulli. Ky varg na tregon se Jezusi kishte fuqi brenda vetes dhe kur kjo grua e prek Jezusin dhe shërohet, Jezusi e ndjen këtë, Jezusi e ndjen se një fuqi kishte dalur nga ai. Sikur fuqia e shërimit të mos ishte nga vetë Jezusi, por të ishte nga Ati apo nga Perëndia, atëherë Jezusi nuk do ta ndjente këtë fuqi duke dalë nga tij, sepse fuqia do të vinte nga dikush tjetër. Po fakti që Jezusi e ndjen këtë fuqi duke dalur nga vetja e tij na tregon se Jezusi i posedonte këto fuqi, i posedonte këto mrekulli brenda në vete. Jezusi e din që kjo fuqi dolin nga tij, po ai pyet se kush më preku. Normal ishte një turmë e madhe që po ecte bashkë me Jezusin dhe shumë njerëz po prekinin këtë. Po Jezusi e din se dikush e kishte prekur atë në mënyrë të veçantë. Dikush e kishte prekur atë duke besuar se kjo prekje do të sjellë shërim në trupin e saj. Edhe kur Jezusi e bën këtë pyetje, përgjigjja e dishepujve është, siç na thot vargu 31, a nuk po e sheh që turma po të shtyhet nga të gjitha anët dhe ti po pyet se kush më preku? Dishepujt e thonë, si mund të thuash kush më preku kur ka plot njerëz që po të prekin këtu vazhdimisht. Vargu 32 thot, por ai vështroi rreth e qark për të parë
se kush e bëri këtë. Jezusi e kishte ndjerë se dikush e kishte prekur atë në mënyrë të veçantë, e kishte prekur me besim edhe fuqi shërimi kishte dalë nga Jezusi. Edhe vargu 33 na thot, atëherë gruaja plot frikë e duke u dridhur, duke ditur se ç'kishte ndodhur, erdhi dhe i ra ndër këmbë dhe i tha gjithë të vërtetën. E kuptoi plotësisht se pse kjo gruaja është plot frikë, pse është duke u dridhur. Jezusi sapo është e kthyer dhe kishte pyetur se kush më preku, edhe ndoshta kjo gruaja do të mendonte, çfarë do të bëj Jezusi tash? Ndoshta ai nuk është i kënaqur me atë që bëra. Mirë po, edhe pse kjo gruaja është plot frikë, ne shohim që në të njëjtën kohë kjo është gjithashtu plot sinqeritet. Siç na thot ky varg, ajo bjen ndër këmbë të Jezusi, bjen para këmbëve të Jezusit dhe i tregon gjithë të vërtetën. I tregon për vuajtjet e saj, i tregon për smundjen e saj, i tregon për shpenzimet që ajo kishte bërë duke u munduar që të gjejë shërim për këtë sëmundje, edhe faktin se ajo ishte personi që e kishte prekur Jezusin. Dhe mbasi Jezusi e dëgjon këtë, ai i kthen përgjigje. Shikoni çka vargu 34 thotë, dhe ai i tha, bij, besimi yt të shëroj. Shko në paqe dhe je e shëruar nga sëmundja jote. Veç imagjinone ndjenjen e saj kur ajo e dëgjon këtë përgjigje. Për herë të parë, dëgjoni me vëmendje, për herë të parë në 12 vite, kjo grua është e shëruar. Pa dhimbje, pa derdhje gjaku. Tash kjo për herë të parë në 12 vite është në gjendje që të kthehet në shtëpinë e saj, të bashkohet me njerëz të tjerë, të ulej me njerëz të tjerë, afër njerëzve të tjerë. Është në gjendje të shoqërohej me njerëz të tjerë, të hajë në të njëjtën tavolinë me njerëz të tjerë. Për herë të parë në 12 vite, kjo grua është në gjendje që të jetë në të njëjtën dhomë me njerëz të tjerë, të hajë në të njëjtën tavolinë me njerëz të tjerë. Me fjalë të tjera, gjithçka që i kishte munguar kësaj gruaje në 12 vitet e fundit restaurohet apo shërohet, kthehet në gjendje normale në të njëjtin moment. Paqja që ajo nuk e kishte ndier për 12 vite, i kthehet kësaj në momentin që ajo e prek rrobën e Jezusit. Dhe Jezusi i thot, shko në paqe. Shko në paqe. Mund të imagjinoni çfarë gëzimi të madh ka kjo grua përderisa kthehet në shtëpinë e vet, mbasi që e pranon, e merr këtë mrekulli të jashtëzakonshme nga Jezusi. Imagjinoni kur është kthyer në shtëpinë e vet dhe e ka ndarë këtë lajm me njerëz të tjerë dhe u ka thënë atyre se hej, unë prap mund të vitash me ju, prap mund të rri me ju, prap mund të shoqërohem me ju. Me siguri ka qenë një kohë shumë rëndësishme për këtë grua. Pra, kjo grua merr shërim. Tash çka mund të mësojmë nga ky pasazh? Dua të theksoj dy gjëra që janë shumë të rëndësishme, sidomos kjo e para. Së pari, unë nuk dua që ju të keq kuptoni një gjë. Nga ky pasazh ne nuk mund të dalim në përfundimin se sa herë që ne vuajmë nga një sëmundje, ne mund të jemi të sigurt se nëse kemi besim në Jezusin, ne patjetër do të marrim shërim nëse shkojmë tek ai. Ne nuk duhet të mendojmë kështu. Ka raste që edhe për neve si besimtar Perëndia nuk dëshiron që ne të marrim shërim. Ky është realiteti. Ai na kërkon që ne të ballafaqohemi me një gjë të tillë, me ndonjë sëmundje të tillë për qëllimet e tij që ai ndoshta i ka dhe që ne ndoshta nuk mund t'i kuptojmë në këtë jetë. Unë njoh shumë besimtar të krishterë që kanë besim të plot në Krishtin, por vazhdimisht të vuajnë nga sëmundje të ndryshme dhe nuk janë duke marrë shërim. Kjo nuk do të thotë
nuk do thot se këta persona nuk kanë besim, ose për ndryshe do të shëroshin. Fatkeqësisht, ka disa kisha dhe ka disa predikues që i mësojnë njerëzve këtë gjëra. Ata ju thonë njerëzve që janë duke vuajtur nga sëmundje të ndryshme se sikur ata të kishin besim në Jezusin, ata do të shëroheshin. Të fakti që ata nuk po shërohen dëshmon se ata nuk kanë besim të plot. Kjo nuk është çka Bibla na mëson. Kjo nuk është biblike, është kundër Biblës. Përderisa ne duhet ta mbajmë mend një gjë, përderisa Jezusi ishte në tokë, ai bëri mrekulli të tilla, mrekulli shërimi, dhe këto mrekulli ishin si një shenjë për ta vërtetuar se ai ishte Perëndia në mesh. Mrekullit ishin shenjat që vërtetonin mësimin dhe autoritetin e tij përderisa ai ishte në tokë si njeri. Me fjalë të tjera, nëse Jezusi do thoshte që un jam nga Ati, un jam një me Atin, un jam hynor, atë njerëzit do thonin nëse je hynor, atë na trego me shenja. Dhe këto ishin shenjat që Jezusi i bëri për ta vërtetuar autoritetin e tij. Për shembull, shikoni çka Gjoni 3:1-3 na thot, midis farisejve ishte një njeri me emrin Nikodem, një krerë i Judenëve. Dëgjoni këtë. Ky erdhi natën tek Jezusi dhe i tha, mësues, ne dim se ti je një mësues i ardhur nga Perëndia, sepse askush nuk mund të bëjë shenjat që bën ti nëse Perëndia nuk është me të. Këto shenjat që Jezusi i bënte, mrekullitë që Jezusi i bënte, ishin me qëllim për të vërtetuar se Jezusi ishte nga Perëndia, se Jezusi ishte një person i vërtet nga Perëndia, nuk ishte mashtrues. Kjo është arsye sepse Jezusi vazhdimisht i shëronte njerëz. Në fakt ai shëron edhe njerëz që nuk ishin besimtarë në kohën e tij. Dhe prandaj them se ne nuk mund të dalim në përfundimin se sa herë që ne vuam nga një sëmundje, ne mund të jemi të sigurt se nëse shkojmë te Jezusi me besim, ai do të na shërojë. Dhe nëse nuk marrim shërim, atëherë kjo dëshmon se ne nuk kemi besim të vërtetë. Kjo nuk është çka ky pasazh na mëson. Ne e dim se edhe vetë Pali që ishte plot besim, ju lut Perëndis për një sëmundje që kishte dhe ai nuk mori shërim. Perëndia i tha që hiri im është i mjaftueshëm që ti të ballafaqohesh me këtë. Kështu që shenjat, mrekullitë që Jezusi bëri ishin nuk po them që Jezusi nuk bën mrekulli sot, ai mund të shërojë nëse don, kjo është komplet në dorën e tij. Mirë, po nuk mund të dalë në përfundimin se kjo është automatikisht e vërtetë. Nëse kemi besim, ne do të shërohemi. Perëndia mund na lejoj që të shkojmë në sëmundjet e tilla edhe të mos na jap shërim. Këto shenja ishin specifikisht dhëna gjatë kohës së Jezusit për ta vërtetuar autoritetin e tij. Kështu që kjo është gjëja e parë që dua ta mbani mend. Gjëja e dytë që dua të them se çka mund të mësojmë nga kjo ngjarje është shërimi shpirtëror. Këtu ne mund të mësojmë shërimin që Ungjilli sjell mbi një person, mbi shpirtin e një personi. Ne dim nga Bibla se çdo person vuan nga një sëmundje që është shumë më e keqe se sa sëmundja e kësaj gruaje që shohim këtu. Dhe kjo është sëmundja mëkatit, sëmundja shpirtërore. Kjo është kur ne jemi mëkatar dhe nën zemrimin e Perëndis. Edhe jemi duke ecur drejt shkatërrimit, drejt dënimit të përjetshëm. Edhe ka shumë njerëz sot në botë që shpenzojnë kohë dhe gjithçka që kanë për të munduar që të gjejnë shërim dhe qetësi shpirtërore, por pa kurrfarë suksesi. Dhe fakti është që vetëm Ungjilli, besimi në Jezusin si Zot dhe shpëtimtar, e sjell këtë shërim. Dhe kjo ndodh në momentin që ne pendohemi dhe besojmë në Jezusin si Zot dhe shpëtimtar. Vetë Jezusi na thot tek Mateu 11:28-30, thot: "E jeni tek unë, o ju të gjithë të munduar dhe të rënduar, dhe unë do t'ju jap çlodhje. Merrni mbi vete zgjedhjen time dhe mësoni nga unë, sepse unë jam zemërbutë e i përulur nga zemra, dhe ju do të gjeni prej apo paqe për shpirtin tuaj, sepse zgjedhja ime është ëmbël dhe barra ime është e lehtë." Kjo është qetësia shpirtërore që Jezusi na jep. Tek Romakëve 5:1 thotë të shfaqsuar, pra me anë të besimit kemi paqe me Perëndin nëpërmjet Jezusit Krishtit, Zotit tonë. Pra edhe pse
edhe pse është mundur që vullneti i Perëndis të mos jetë që ne të shërohemi fizikisht nga sëmundje fizike, ne kemi siguri të plot nga fjala e Perëndis, nga Bibla, se Perëndia është gjithmonë i vullnetshëm që të na shërojë neve në mënyrë shpirtërore, që të na pajtojë neve me Perëndin. Dhe ajo që ne duhet të bëjmë është që ne, sikur kjo grua, të shkojmë tek Jezusi me besim. Edhe në momentin që ne pendohemi për mëkatet tona dhe besojmë në Krishtin si Zot të shpëtimtar, ne menjëherë do të marrim këtë shërimin shpirtëror, do të kemi paqe shpirtërore. Bibla na garanton se kushdo që thret në emrin e Zotit do të shpëtohet. Dhe kushdo që bëni mend këtë, kushdo që e merr këtë shërimin shpirtëror, një ditë gjithashtu do ta merr edhe shërimin fizik, kur Krishti do të na ringjallë neve nga vdekja dhe do të na jep një trup të ri, të lavdishëm, të ngjashëm me trupin e tij që ai e kishte mbas ringjalljes, një trup pa dhimbje, pa vuajtje, pa smundje, një trup komplet i pastër nga këto gjëra, një trup i lavdishëm. Kështu që ju lutem, nëse jeni duke vuajtur në sëmundje shpirtërore, nëse nuk keni paqe shpirtërore, e jeni te Krishti, dhe ai do t'ju shërojë në momentin që ai ju vjen tek ai me besim. Nëse jeni duke vuajtur nga sëmundje fizike, sidomos ju besimtarët, unë ju inkurajoj që t'i luteni Perëndis për këtë gjë, mirë po mos supozoni se do të merrni shërim të plot. Shkoni me besim, kërkoni me besim, mirë po mbani mend që mund të jetë vullneti i Perëndis që mos na shërojë neve në këtë kohë. Përndryshe nëse Jezusi vazhdimisht na shëron neve nga çdo sëmundje, atëherë asnjë besimtar i krishterë kurrë nuk do të vdeste. Por ne nuk jemi të dizajnuar që ta kalojmë kohën tonë komplet në këtë trupin tonë mëkatar. Por një ditë do të vijë kur ne, nëse jemi të shëruar shpirtërisht, nëse jemi përnduar dhe kemi besuar në Jezusin si Zot të shpëtimtar dhe kemi paqe shpirtërore me Perëndin, dita do të vijë kur trupi ynë do të shërohet plotësisht, edhe do të jemi të kompletuar në lavdi. Kjo është çka ne mësojmë nga ky pasazh. Ju inkurajoj që të shkoni edhe ta lexoni vetë edhe të meditoni këtë gjëra. Por është një mësim i vërtetë i rëndësishëm. Edhe njëherë ju uroj Pashkën gjithëve, urime dita e ringjalljes, bani mend Krishti u ringjall, dhe si rezultat të gjithë ata që besojnë në të si Zot të shpëtimtar, një ditë gjithashtu do të ringjallen. Ju falemnderit edhe Zoti ju bekoftë të gjithëve.